prej çunave tanë, I cili ka për të treguar realitetin asaj që ka ndodhur atje. Përshëndetje gjithëve. S'pari ju kërkoj ndjes për emocione, se sot është hera e parë që flas para gjithëve ju. Unë jam një ndër personat e arrestuar në protestën e 2 korrikut. Jemi arrestuar në mënyrë të paligjshme. Kemi qenë tek parlamenti, kemi kërkuar informacion për një protestues dhe jemi përballur me dhunë të pashpjegueshme nga ana e policisë shtetit. Jemi ndaluar në mënyrë brutale dhe jemi shoqëruar për në komisariatin numër 3. Unë nuk dua të viktimizohem pasi shumë nga shokët e mi me cilët kam qenë në bllokun e sigurisë deri më sot kanë postuar dhunë të jashtëzakonshme dhe të pajustifikuar. Dua të them që nuk na është ofruar as ndihma pasike mjekësore. Dua të them që nuk na është ofruar ekspertiza mjeko-ligjore nga personel shëndetësor I kualifikuar, edhe pse ka patur një vendim të plotësuar. Edhe pse është një drejtë jona ligjore dhe kushtetuese. Dua të them se protestuesit, se ata djemë nuk janë huliganë, nuk janë kundër ligjit, nuk janë kundër rendit kushtetues, nuk janë mbetje, përkundrazi. Ata djemë janë kundër autokracisë, ata djemë janë për demokracinë, janë për shtetin ligjor, janë për ta kthyer Shqipërinë në shinat demokratike. Ata protestues, ata djemë duan që Shqipëria të mos jetë një vend I kapur nga mafia. Duan që Shqipëria mos t'ju shitet oligarkëve vendas duke I rrëmbyer tokën banorëve autokton. Duan që multimiliarderët e huaj mos të vinë dhe të marrin llokma në tokën tonë në këmbim të mbështetjes për autokratin e korruptuar. E fundit është që desha them unë nuk jam heroj. Ju gjithë jeni herojnë që keni ardhur çdo ditë në këtë protestë. Ju falenderoj nga zemra firmët e gjithë protestuesve që ishin të ndaluar, që erdhët dhe na mbështetët tek bloku I sigurisë dhe tek komisariatet. Na keni dhënë një energji të jashtëzakonshme. Ne nuk jemi vetëm ashtu si ju nuk jeni vetëm dhe do jemi çdo ditë pas jush. E fundit është që heronjë janë ata që protestojnë, ata që qëndrojnë për drejtat në përditshmëri, ata që bëjnë punën e tyre me ndeshmëri në këtë sistem të kalkur. Edhe diçka tjetër që kam merak nga policët që na kanë thënë në vazhdimsi, edhe pasi na shoqëruan edhe në komisariat edhe kudo. Policët janë me ne, policët janë të shtypur nga ky sistem. Policët nuk ju paguajnë orët shtesë. Policët vidhen edhe në tenderin e uniformave. Ky është mesazhi im, faleminderit gjithë. Përshëndetje qendrestar dhe bashkëdhetar, unë jam Eliger Tima, vi nga Roma, nga Italia. Jemi bashkuar protestës së qendrestarëve, atyre që nuk kanë asnjë lloj interesi politik, por që ka dalë shesh dhe luftojnë kundra padrejtësisë dhe kundra hajdutërisë. Diaspora, ne emigrantët e diasporës kemi qenë motori I ekonomisë shqiptare nga këtu e 36 vite. Dhe këta zotërinë që ka marrë peng edhe tallen me ekonominë tonë, sepse ne I kemi dhënë mundësinë, po ashtu siç ka buam, ju dha mundësinë që do tallen me prindrit tanë, duke dhënë pensionin nga 80.000 lekë në muaj, ashtu do ja heqim atë privilegj. Diaspora nuk harron, sepse pide shqipes janë shqiptare, edhe ju vlon qaku, në damarët e tyre rrjedh qaku I Skënderbej Kastriotit, edhe janë tyre drastarve, që janë të shitur, gjak prishur. Këta kanë vetëm një vend që I pret, dhe ajo është qelia, sepse është një zinxhir që do t'i marrin një nga një, mbas njëri tjetrit, duke I quar edhe duke I dënuar. Prandaj zotëria ka vrik kapi dorëheqje, se qofse sot jep dorëheqje, shkon direkt në burg dhe po kërkon. Edi Rama po kërkon mëshirë në për Europë. Po kërkon o këpasit me një post ku ka imunitet dhe mos të arrestojnë. Ky është realiteti. Edhe jo prana që të ndëllit në përbord kastën e ti, duke u këtate protestuesit që luftojnë për liri, për drejtësi, edhe kundra hajdutërisë.
Ju përshëndes. Rama jepe të heqen. Rama jepe të heqen. Rama jepe të heqen. Rama jepe të heqen. Deputetën e ti du t'i këtu shesh edhe thonë që në spitalet tona ilaqet nuk mungojnë. Duhet t'i këtu dhe duhet thonë që ne nuk nga mungojnë kushtet dhe jetesës. Duhet t'i këtu edhe duhet t'a tregojnë shesh për balë gjithve, duke thënë se Shqipëria po zhvillohet. Ne nuk jemi kundra zhvillimit dhe investimit në Shqipëri, por jemi kundra i dodris, sepse investitorët që vinë në Shqipëri vinë për të marrë dhe jo për të sjellë. Prandaj populli do transparencë, edhe po u tallën në fjalët tona, edhe në thjeshtën tonë. Faleminderit. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Dhe tani duke që si jemi Tiranë, të lam një Tiranë si fjallën, kjo që ka që për thëmë. Atëherë një mbrëma të gjithë njerë, falenderim për gjithë që keni dalë për 36 ditë këtu, se i keni tregu shqiptarëve herë që këtu ka njerëz që nuk e shesin dignitetin. Pjesa tjetër është thjesht fare, i themi këtij zotërisë këtu, por zotërisë si ka mundësi që 3-4 e kabinetit i ketë akuzuar për korrupsion. Edhe thuan nuk e di. Hajnë fiq pas kuriozitetit. Po mirë më zotëri, a nuk mjafton kjo për të që e i pafë për të detyrë? Se po ndodh më dha? Më thunë një biznesmen që manë pu njërës që vjedhin për ditë. Asnjë. Atëherë je bashkëpunëtor. Tani një tjetër, si ka mundësi që kur kërkojnë lek për pension nuk ka, po për oligarkët ka. Kërkojnë lek për rroga nuk ka, po për oligarkët ka. Kërkojnë fusha për shtijët nuk ka, po për pallate ka. Tani unë vi, se jetoj për 7 vitesh jashtë, kaloj një muaj pushime këtu. 3 javë i kaloj në zjetë në telefon me tonë, o vaj, kur të vjuj. Jo sot, jo nesër. O plako e paguj mujnë. Se më kujton e se falës. Kur kena uj, 25.000 lek muj. Kur s'kena, po prap 25.000 lek uj, paguj. Tani, ti përgjigjës kese, po të kishe do i kishe dhonë. Prandaj, leti themi politikës vjetër 36 vjeçare, na vje shumë keq, por koha juaj ka mbaru. Faleminderit dhe mos harroni asnjëherë që ky është muaj më i bukur ndoshta 100 viteve të fundit. Edi Rama Kamaru, Kamaru, Kamaru. Edi Rama Kamaru, Kamaru, Kamaru. Edi Rama Kamaru.